Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Vlogmas numër Nuk e di. 5, më duket. Jeni vet. Më duket 5, po nuk jam edhe e sigurt. Dita sot është e diel, edhe po dalim me mamin, po na pret babi poshtë me makinën, sepse po shkojmë të harxojmë përsëri lek. Atere, me që është e diel, edhe mami me babin janë në shtëpi, edhe para 2 ditëve kishte Black Friday, vazhdojnë ofertat edhe për këtë javë, kështu që tham të vim një xhiro në një si tip outlet që ka atlete, ka roba atletike, marka si të tipit Nike, Adidas e këto gjëra. Babi na Instagram që për këto ditë kanë një si tip bazar, edhe kanë çmime shumë të ulta. Edhe thamë, di qa, hajde të shohim ndonjë gjë, se edhe babi ka qef atlete, edhe mami po mund të ble ndonjë gjë, kështu që erdhëm një xhiro të shohim ç'a do gjejmë. Thash që nuk do prish më lek, se kam prishur shumë këtë kohë. Edhe sot prisha prap lek. Edhe nuk e besoj dot. Gënjen. Qa? Edhe mami prishi lek, edhe unë, edhe bati. Që nuk do prish. Ti nuk ishe e thënë që, nuk ishe e dhënë ndonjë premtim. Jo. Ti e dije që do prishësh lek sot. Nuk i mbaj këto lloj, sidomos këto lloj premtimi. U kthem në shtëpi, edhe situata është kjo. Nuk duhet më lëshoni në për dyqane, sidomos kur jam me mamin, që mami fillon edhe thot, aj, edhe ke bukur, mere këta, ja vlen, më thot. Edhe unë e dëgjoj mamin edhe filloj edhe bleo, edhe unë kot gjëra që thash që nuk do prish. Por tani duhet bëjmë një hol që t'i tregoj gjithë gjërat që morëm. E vërteta është që kishte çmime shumë të mira, edhe kishim fat se vajtëm që në mëngjes, në orën 11 hapeshe, ne ishim atje në orën 11:01 diku atje. Domethënë sa u hap, edhe arritëm edhe numrat tona, se duhet të gjej edhe numrin tënd, duhet të kishe edhe pak fat në atë pjesë. Atëre, çka ka pa para? Këto janë të babit. Babi mori një pal Puma, të cilat janë në këto ngjyrat të bardha dhe bezh, mua shumë më pëlqejnë. I really like them. Edhe këto kushtonin 50 euro. Është realisht çmim shumë i mirë, nga 120 që shiten normalisht këto kpucët. Pastaj kemi një kuti Nike, këto janë të mamit. Mori një pala atlete Nike të thjeshta fare, të zeza, që i deshte për ditë, edhe kushtonin 20 euro. Asnjë fare. Adidas, i kemi gjithë markat këtu. Këto janë përsëri të babit, mori një pal Samba. E shikoni sa stylish e kam babin unë. Këtë ngjyrë bezh me via blu, baby blue, shumë të bukura. Janë më shumë për kohën e verës se pranverës. Këto kpucët, ndiem që kombinojnë me çdo gjë, kushtonin 35 euro. Po jeni në Athinë dhe dojmë të vizitoni, po thjesht nuk e di për sa ditë bëhet ky bazari. Cosmo Sport Outlet. Edhe është në Pirea. Vazhdojmë me fila. Këto janë përsëri të mamit. Ju thash, i kemi gjithë markat. Kemi tani Puma, Nike, Adidas, fila. Një pal atlete të zeza të tjera, të cilat këto i pëlqen mamit, sepse kjo pjesa poshtë është e trash, edhe mamit i pëlqejnë kpucët që japin pak gjatësi, se jemi të shkurtra. Këto kushtonin 35 euro. Pastaj një pal Adidas të tjera, të cilat këto janë të mijat. Unë këto kpucët i kisha parë para disa muajve, i desha, i kisha vënë në sy, por nuk më shkonte dora të prish 120 euro për këto kpucë këtu, sepse është një ngjyrë që është roz, nuk besoj që do e vesh për ditë. Do e vesh me outfite specifike. Janë gazel, edhe tani që i gjeta me 50 euro, thash, okej, do i marr. Se për çmimin që kanë, ja vlen. E shikoni ç'a është bërë këtu, Vazhdojmë. Tani kemi Polo Ralph Lauren. Janë shumë të bukura. Kanë këto ngjyrat të bardha dhe jo të bardhë, është si bojqumshi, edhe kafe. Edhe se bash thash, kjo është një dhuratë shumë e mirë për Devin, sepse po afrojnë Krishtlindjet, edhe thash, okej, barabar do i mirja diçka. Sa i bash këto thash, perfekte. Këto kushtonin 75 euro më duket. Po në përgjithësi Polo Ralph Lauren është një brand më i shtrenjtë nga gjithë të tjerat.
këpucët të fundit, i thashë kemi marrë gjithë markat re. Puma, Nike, Adidas, Fila, Polo, Tommy. Qa tjetër duam? Nuk e di ku të i fusim ne gjithë këtë këpucë, se nuk kemi vend. Realisht, dollapi është plot me këpucë. Nuk e di ku të i vem, edhe babi e të na thoshte që po doni të blini, ato të tjera të vjetra duhet t'i hidhni. Mami thoshte po mami nuk hedh. I mban edhe thot po, t'i kem edhe këto, skaqe, t'i kem edhe këto. Por, këpucët të fundit janë të mamit, sepse deshte një pal këpucë prap të zeza, por i deshte jo atlete, këpucë tamam këpucë, edhe i vesh edhe këto në kamp, janë edhe këto me të pjesën poshtë të trash që i japin prap gjatësi që i pëlqejnë, edhe i mori. Këto kushtonin 20 euro. Edhe gjëja fundit në këtë hol janë një pal xhinse, të cilat i mora unë për veten time, sepse më pëlqyen shumë. Janë nga marka Guess, që në përgjithësi Guess jeans janë të shtrenjta, edhe unë këto i mora me 25 euro. Edhe se pas çmimin i provova pastaj më rinin edhe shumë bukur, thash okay, ja vlen. Edhe me këto e me ato kemi prishur 300 euro gjithsej. Po okej, kemi marrë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pal këpucë. Edhe sa u kthem, filluam me gatime. Tu kemi patate me bërzolla që do i vem në fur për drek, kurse këtu mami më ka bërë bukë me vezë, që të ha për mëngjes me që nuk kam ngrënë asgjë deri tani. Edhe ora ka vajtur 1 e drekës. Mbarova me ushqimin tim, mora energjin që kisha nevoj, edhe tani u vesha prap. Ndrova ato robat që kisha veshur që parë se nuk më pëlqenin edhe shumë, thjesht sa isha zgjuar edhe u vesha shpejt që thjesht të dal nga shtëpia. Kurse tani kam vënë këtë xhaketën këtu që është e re nga Comense, po e vesh për herë të parë, edhe është edhe super e trash, me që jashtë bën ftohtë, po prap diell ka jashtë, kështu që nuk ankojmë fare, të paktën të jep atë ngrohtësinë kur i në diell. Edhe nga brenda vesha një bluzë të zezë të thjeshtë dhe pantallona të thjeshta të zeza. Do vesh edhe çizmet e mia poshtë te këmbët. Edhe arsye që u bëra përsëri gati është sepse po vjen David të më marr nga shtëpia, sepse deshte të mirte një dhuratë për Krishtlindje për vllajin që ka. Edhe kishte gjetur një PlayStation 5, me që kishte shumë qejf, tha t'ja marr. Më tha hajde dhe ti të kem pak sheqeri. Edhe prandaj u bëre edhe un pak gati, sepse mbase dalim edhe për ndonjë kafe, për ndonjë diçka, nuk e di. Ndërkohë, më shumë e hapa kamerën që t'ju tregoj kombinimin që kam vënë te buzët e mia, sepse më pëlqevi shumë si doli, prisni. Kam vënë këtë lapsin këtu, i cili duhet të jetë nga Shini ose nga Temu, diçka e tillë. Më duket nga Temu e kam marrë këtë. Edhe brenda kam vënë këtë buskuqin këtu që më kishte dalë në advent kalendar dje, po e mbani mend. Edhe më pëlqen shumë si doli ky kombinimi, sepse ka këtë ngjyrën pak më roz, pak më nude, por them tani të vë dhe pak shkëlqim nga lart, kështu që do përdor këtë lip glossin të ri që kam marrë nga Kiko Milano që ju tregova, që të kem pak xixa. Edhe ja si duket rezultati. Shumë nice. Flokët e mia sot nuk porin fare mirë sepse nuk e kam rregulluar, po e dini çfarë, nuk më intereson. Do vesh edhe çantën time të zezë që e mora në të përdorurat në Itali. Shumë më pëlqen, sepse nuk është as shumë e madhe, as shumë e vogël, kështu që është perfekte për përdit. Ja si duket edhe outfiti përfundimtar, më pëlqen, ndjem si një zonjush. Shumë elegante. I kalova pak edhe flokët me Dyson sepse Devi u vonua, kështu që unë kisha kohë dhe thash, okay, pse jo? Why not? Nuk mora asgjë nga lart, shpresoj të mos kem ftohtë, do shohim. Nisemi. 2 hours later. Atere, është bërë natë, unë nuk ju kam folur fare sepse ishim rrugëve deri tani. Devi mori PlayStation, ja ku është. Këtu, edhe Devi është këtu. Arsye që nuk e kam hapur fare kamerën është sepse u takuam me një shok të David nga puna, edhe me gruan e shokut të David. Edhe kishim dalë për kafe, po diskutonim deri tani, kështu që nuk pata kohë të flas, të bëj asgjë, as një sken, por tani është ora të kthehemi, sepse ka vajtur 6. Edhe unë orën 6 kisha lënë takim me kushurin të shkojmë për kafe të gjithë bashk, por kalovi ora, unë nuk e kisha kuptuar. Tani do shkoj pak me vonesë, me gjysmore vonesë, por s'kam ç'bëj.
Isha gjithë ditën jashtë, ma në fund u ktheva në shtëpi. Kam gjithë ditën që po flas me njerëz, po diskutoje dhe tani kam arritur te ajo pika që nuk duhet të bëj asgjë, sepse ndiem që duhet të karikoj bateritë e mia. Por kalova shumë bukur, më ka plotësuar totalisht kjo dita sot, sepse edhe për shopping vajta, blerjet e mia i bëra, edhe njofa njerëz të rinj që nuk i njihja, shokun e David nga puna që kishte erdhur me gruan e vet, edhe me fëmijën e tyre që ishte 1 vjeç, ishte shumë cute, kishin edhe një qeng të vockël fare. Edhe pse ishte herë e parë që i shifja, nuk kisha siklet, nuk e di pse, po ishin njerëz shumë të thjesht, edhe gjithkohon, domethënë muhabeti kalonte nga një tematikë te tjetra pa e kuptuar fare. Pastaj dole edhe me kushërinjt, edhe ata i kisha shumë kopa i parë, kështu që më kishin munguar, budallalliqet që themin e bashk, diskutuam pak edhe për dasëm, nuk do flas më tepër. Tani kujt si qysh tek, nuk e di, po kështu gjëra të bukura. Tani që dola me kushërin, takova te Brunon, i cili kishte vajtur me kisha marr këtë pagon këtu, sa isha unë në Itali kishte arritur, edhe është advent kalendari jon i dytë. Mezi po pres ta hap, të shoh edhe ditët e kaluara që nuk i kemi hapur. Shumë pëlqen kur i hap kështu të gjitha bashkë, nuk e di si do duroj të hap një nga një. Por këto ishin të rejat e mia. Ma çfarë gjë të mirë na ke gatuar prapë. Traditën. Nuk i ndajmë traditës, fasole. Fare, nuk i ndajt. Fasulu. Ere, nuk më pëlqejnë fare fasulet, nuk e di pse, po do me thënë ato pllaqit që i bën mami në furrë, më pëlqejnë. I ha, këto i urej, nuk i duroj, nuk më pëlqejnë. Ti them historinë që nuk ju kam thënë. Dje, unë që thoni, nuk arrita të filmoj vlogmas, sepse po editoja gjithë ditën, edhe në darkë kishe pranotuar David të shkonim në një shfaqje, teatri, edhe unë mora makinën time që të shkoj për të shtëpia e David, që të takohemi, edhe këtu te Laqa, te qendra e Laqes që kemi këtu. Ka disa polica, po rinë atje gjithmonë, nuk lëvizen, e kanë vendin e tyre. Që në mëngjes deri në darkë ka polica në atë vend. Po nuk parandalojnë makina, do me thënë shumë rrallë kam parë që ndalojnë makina që t'i bëjnë kontroll. Edhe ja që më rastisi mua që më ndaluan, që me çdo njeri që kam kaluar nga lagja me makinë, nuk na ka ndaluar kur. Kishte herë e parë, unë ju kam thënë, e kam pak stres timoni. Kaloj te policat parë dhe ma bën me drita. Them o bobo, ma bëri mua, tani ma bëri tjetrit, po ja bëri tjetrit, nuk e dia. Po thash, unë le të ndalojmë. Unë ndalova atje edhe fillova isha skuqur e gjithet se u stresova, nuk e di pse, nuk kisha diçka ilegale ose nuk bëra asgjë, domethënë isha në rrugën time normale. Edhe ata besoj banin një kontroll kështu të thjesht që të kalonte koha. Vjen te dritarja më thot përshëndetje, më jep atë si quhet mami? Kartën e identitetit më thot. Edhe pastaj më tha më jep edhe patentën. Kartën e identitetit e ndrova para disa kohe, nxora të re. Edhe masa që ka shpiks, masa që kam edhe te patenta. Edhe po kërkoj unë kuletën time, po i them tani. E kapa të kartën, ja jap, edhe i them gjeta më para patentën, ja një sekond të gjej edhe kartën e identitetit. Më thot ai, po kjo është karta e identitetit. Unë kisha haruar që e kam ndryshuar. Edhe i them, po. Në atë moment unë isha në një fazë që po. Edhe po kërkoj kuletën time që e kisha ndruar kur vajta në Itali, edhe kartat e mia nuk i kisha vënë të gjitha prap në vend. Edhe nuk e kisha marrë me vete. Edhe i them, nuk e kam me vete, po ja një sekond ta gjej në telefon, se ekziston, e kam nxjerrë edhe si kartë elektronike, edhe e ken në telefon në wallet për shembull. Këtu jeton, te Lagja? I them po, ja, këtu pak më poshtë. E më thot, e ke patentën? I them po, mirë s'ka që mos ma tregoj, ik, jemi okej. Më thënë, a ishte shumë kështu qeshte, bante, ishte i lirshëm, normal. Unë isha, jo, do jo tregoj. Se për mua ishte herë e parë që më ndalonin, thash, duhet ta bëj tamam. Po, ti tregoj letrat e mia. Pse nxora unë atë patentën, që ta mbaj në telefon ose në portofol të mos e shikoj asnjëri. Që ta mbash në shtëpi, që ta mbaj në shtëpi të mos e shikoj asnjëri, i thash, do ja tregoj. Edhe ja tregova. Edhe pastaj më tha, mirë, jemi okej. Kur i kam mungur s'ka gjik. Jo, Elana, kam mungur. Do ta tregoj, jo nuk ik. Që është e puri? Dhe Elana ti vërtetonte që
e kam patentën. Sot që nuk kam vënë pudër poshtë syve, kam parë që gjithë maskara që kisha në sy ka vajtur këtu, poshtë. Edhe nuk më pëlqen fare kjo situata. Dua mezi po pres të laj fytyrën time dhe të shtrihem. Po nuk do shtrihem, do laj fytyrën time dhe do filloj editim, kështu që prandaj erdha këtu te vendi jon që të hapim 2 advent kalendarit ton për sot. Them të filloj me Revolution, që kemi ditën ton normale, edhe pastaj me këtë të rinë. Te pesa. Unë besoj që është highlighter. Është highlighter. Të jep thjesht shkëlqim në fytyrë, në këtë pjesën këtu. E ke të nevojshme? Më duket ky advent kalendari do jetë i gjithë për mami. Është dhurata ime për ty për Krishtlindje. Ja si duket highlighteri që sapo më doli. I bukur duket. Edhe tani do kalojmë te advent kalendari i ri që është nga marka Kores, është greke edhe fokusohet më shumë te kremrat për fytyrë, për trup, për scrub, për gjëra të tilla, kështu që nuk jam e sigurt. Prandaj është e madhe. Po, është më e madhe se janë produktet më. Re, duket shumë cute. Shikoni sa bukur që ja kanë bërë. Atëre duhet të gjejmë njëshin. Shkruan edhe diçka lart. E ka emrin dhe Melomakarono. Melomakarono është ëmbëlsira tradicionale që bëjnë këtu grekët për Krishtlindje. Edhe shpjegon nga poshtë çfarë do të thënë Melomakarono. Le të hapim, të shohim çfarë ka e para. Çfarë është? Diçka shumë e vogël. Do një krem për sy. Mos ka futur Melomakarono aty. Mos kanë futur Melomakarono të në qeras. Mask për sy, për rrethat të zi. Ja edhe si duket, është e vockël, nuk është full size, është me kastraves. Në përgjithësi Kores përdor shumë ingrediente natyrale që të krijojë kremrat që ka. Por do vazhdojmë me të dytën, se kemi të hapim 5 tani. Më duket për fytyrë është, thot thjesht që është krem me probiotike, si themi. Ingredienti kryesor është kos greke. Edhe thot që është hidratuese për fytyrën. Më duket, nuk thot as fytyrë as trup. Ja edhe si duket. Më pëlqen shumë stili i paketimit që kanë këto kremrat, sepse më duket shumë estetik edhe minimal. Edhe vazhdojmë me të tretën. Këtu mami kemi një krem për trupin që është me ullinj. E katërta, e cila është kjo. Te katra kemi një zbutës për flokët, conditioner. Por, mami, unë me që kam një udhëtim që po vjen për pak, mundem të marrë me vete. Kjo është me aloe. Edhe kalojmë te e pesta që është e fundit për sot. Tani kemi një mask që është për fytyrën, edhe quhet Volcanic Skin Reset Mask. Edhe thot që është për detox, të pastron thellësi porët që ke në fytyrë. Këta vërtet dua ta provoj, të shoh po do më bëj punë, se po kërkoja për një mask të mirë. Kemi hapur mjaftueshëm shumë për sot, mjaft. E mbyllim advent kalendarin ton. Presoj t'ju ketë pëlqyer ky vlogu, edhe ne do shihemi nesër.